Zoti kryetari i Kuvendit, në seancën plenare të datës 24/9/2025 ka marrë fjalën ku bazuar në proces verbal kujtoj që kam kërkuar respektimin e nenit 44.2 të rregullores dhe citoj nga fjala ime. Seanca plenare fillon me miratimin e procesorbalit seancës më parshme, kur nuk ka vërejtje për tekstin, ai quhet i miratuar dhe nëse kërkohet ai votohet me ngritjen e dorës. Për procesorbalin, fjala u jepet vetëm deputetëve që kërkojnë të propozojnë korrigjim ose të saktësojnë mendimin e tyre. Kemi mbi 20 minuta që dëgjojmë këtu diskutantë që nuk kanë thënë asnjë fjalë për fjalimin e tyre historik të para disa ditëve dhe ju lutem zoti kryetar, për herë të parë pas kaq shumë viteve po ndodh një precedent që nuk ka ndodhur asnjëherë, nuk ka pasur diskutime të kësaj natyre në këtë pikë të rendit ditës. Diskutimet për procedurë merren pas miratimit të procesorbalit dhe pas prezantimit të rendit të ditës dhe me çështjet një për një. Ne kemi një çështje që është çështje ndryshme, kemi pasur një diskutim shumë të mirë sot, frytdhënës në konferencën e kryetarëve, gjova një deputete këtu që ju referua pikërisht kësaj çështje, po nuk ju durua dot që të shkonte tek kjo çështje. Dhe e mori fjalën për procesorbalin. Tani pak durim dhe le të shkojmë te kjo pikë dhe në atë pikë është i autorizuar kryetari i grupit parlamentar, kryetarët e grupeve parlamentar të marrin fjalën. Unë mendoj zoti kryetar, duhet japim fund këtij standardi të çuditshëm që nuk ka ndodhur, nuk mbahet mend që Kuvendi filloi me debat për procesorbalin kur kjo është pjesa më e rregulluar e rregullores. E merr fjalën dhe thua, fjalën time në këtë pikë ma kanë thënë gabim ose mund ta çosh edhe me shkrim. Del ky tjetri thot, ka dalë një raport, po kur është miratuar ky procedurë dal raporti. Ta mbaroj fjalën. Si e ka, po e kishim parashikuar këta që do dilte raporti. Faleminderit.